Një atmosferë elektrizuese buzdetit, shëtitoria Taulandia në Durrës u kthye mbrëmjen e së shtunës në një skenë të hapur muzike dhe emocionesh, ku qindra qytetarë dhe turistë shijuan një spektakël të veçantë artistik. Violinisti me famë ndërkombëtare Olen Cezari së bashku me DJ-n francez Charles B sollën një performancë unike që ndërthuri tingujt elegant të violinës me ritmet moderne elektronike. Ka marrë një nga DJ-t më të famshëm në botë, që është DJ Charles. Është komplet një gjë e re për të gjithë, është një gjë e re edhe për mua. Dhe unë performoj me DJ në përballë, është hera e parë që lidhem me Charlesin. Dhe kam nga Taiwan DJ Unicorn me vete. DJ Charles B, i cili performoi për herë të parë në Shqipëri, vlerësoi mikpritjen dhe atmosferën e krijuar në Durrës. Është hera ime e parë në Durrës dhe hera e parë në Shqipëri. Kam gjetur një atmosferë të mrekullueshme, një perëndim magjepsës, ushqim të shkëlqyer dhe jam shumë i emocionuar për këtë mbrëmje. Është kënaqësi e veçantë të bashkëpunoj me Olen Cezarin, i cili është nga ky qytet, për të sjellë një shfaqje unike për publikun. Pjesë e mbrëmjes ishte edhe DJ Unicorn, e cila përveç performancës muzikore solli për publikun një spektakël me efekte zjarri. Koncerti u shndrua në një nga aktivitetet më tërheqëse të fundjavës në qytetin bregdetar, duke sjellë në zemër të Durrësit një kombinim të veçantë të muzikës klasike dhe asaj elektronike.